Aeroporti i Vlorës, gjykata e lartë rrëzon kërkesën e Valon Ademit i rikthen MAPCO-s së Bexhet Pacolli të drejtën për administrimin. Gjykata e lartë i dha drejt kompanisë MAPCO të biznesmenit Pacolli në përplasjen për aeroportin e Vlorës, duke rrëzuar padinë e kompanisë Dyja Group të Valon Ademit dhe duke i rikthyer kontrollin mbi projektin. Vendimi përmbys qëndrimet e dy gjykatave më të ulta, të cilat më herët kishin kufizuar të drejtat vendimarrëse të MAPCO për shkak të konfliktit mes ortakëve. Kompania MAPCO, drejtuar nga biznesmeni Bexhet Pacolli, ka fituar kështu gjyqin në gjykatën e lartë për çështjen e aeroportit të Vlorës, duke fituar dhe kontrollin mbi këtë të fundit, që është kthyer në mollsheri mes ortakësh dhe që çojnë bllokimin e punimeve. Kolegji civil i gjykatës së lartë ka vendosur të rrëzojë padinë e bërë nga shoqëria Dyja Group e drejtuar nga biznesmeni Valon Ademi. Më herët dy gjykatat e faktit i kishin dhënë të drejtë kompanisë Dyja Group në lidhje me kërkesën për sigurimin e padisë dhe pezullimin e të drejtave vendimarrëse të ortakut tjetër MAPCO derisa vendimi të merrte formë të prerë. E gjithë përplasja ka nisur muaj më parë, ndonse palët kishin firmosur një kontratë notariale ku pjesa e aksionit të shoqërisë Ademit shkonte nga 2 në 49%. Kontrata nuk ishte regjistruar në QKB. Sipas Dyja Group, ortaku MAPCO në fshatësi dhe pa vendim asambleja vendosi vetën që çdo kontratë pezulloi dhe këtë vendim e regjistroi si MAPCO dhe jo fakt si Vlora International Aeroport. Menjëherë pas kësaj, kompania Ademit kërkoi gjykatës pezullim në veprimeve të ortakut deri në një vendim të dytë. Gjykata e pranoi asaj kohë dhe bllokoi veprimtarinë e MAPCO-s që të marrë vendime në asamble. Pas vendimit të shkallës së parë në favor të tij për sigurimin e padisë, dhe gjykata e apelit la në fuqi të njëjtin vendim që i njeh shoqërisë Dyja Group administrimin e aeroportit të Vlorës dhe mos lejimin e marrjes administrimit të propozuar me një status të palishëm me qëllim firmosje në kontratës për tjetërsimin e aeroportit nga përfitues të panjohur për të cilët shteti shqiptar nuk do të kishte jurisdiksion për ta kontrolluar dhe duke ngritur padinë ndaj kësaj kontrate të kamufluar si kredi. Por gjykata e lartë përmbysi skenën duke thyer kontrollin e aeroportit tek MAPCO e biznesmenit Bexhet Pacolli. Pak ditë më parë, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi paralajmëroi prishjen e kontratës koncesionare të aeroportit të Vlorës pas konfliktit mes aksionerëve.